Laguna e Patokut, një nga perlat e fshehura të Bregdetit shqiptar, po kthehet në një destinacion gjithnjë më të preferuar për turistët vendas dhe të huaj, me bukuritë e saj natyrore, biodiversitetin e pasur dhe ofertën e veçantë turistike. Kjo zonë po tërheq një numër të lartë vizitorësh që kërkojnë qetësi dhe një përvojë unike pranë natyrës. E vendosur në zonën e Kurbinit, Laguna e Patokut ofron një peizazh magjepsës me ujëra të kristalta, ishuj të vegjël natyror dhe një faunë të pasur. Përveç vlerave ekologjike, kjo zonë ka tërhequr vëmendjen edhe për turizmin e qëndrueshëm, me restorante tradicionale që ofrojnë gatime të freskëta të peshkut dhe një mikpritje të ngrohtë nga vendasit. Këtë lloj mrekullet e gjen vetëm tek Ahin dhe kjo quhet Patok. Do të vish në këtë vend është me të vërtet mrekulli. Dishet kesh i ushqim bio dhe të freskët dhe me të vërtet me kualitet lartë. Dhe ja të shofish këtë mrekulli. Çdo moment që kam të lirë në kur vin Lezhë, unë vi pi o një kafe o me angë një peshk në të zonë dhe patjetër e zgjedh momentet që kam të lirë vi patjetër. Ushqimi është shumë i freskët. Laguna është vendi më i preferuar. Sa deti është ajri pastër gjitha. Ushqimet janë të vëllitshme. Cilësia e ushqimit, gjithçka, edhe familje, vim shpesh. Interesi për Patokun po vjen gjithnjë në rritje, por edhe shërbimet që ofrojnë dhe çmimet janë konkurruese, thon operatorët turistik. Patoku ka shumë interes nga turistë dhe Patoku është perle e Shqipërisë dhe perle e tërë Ballkanit. Dhe një vend si Patoku nuk mund ta gjesh asgjë kundi në këtë vendin tonë, është diçka. Po desh edhe ke gatimi, po desh edhe ke bukuria deri si ka, po desh nga freskia e peshkut, nga çdo gjë. Kjo është diçka veçantë dhe gatimet e Patokut janë diçka shumë e veçantë dhe quhet gatimi i Patokut dhe është gjëja më e veçantë. Këtu kemi na arrit të presim dhe të përcjellim njerëz nga gjithë anët e botës. Edhe janë shumë të kënaqur dhe shumë të habitur se çfarë veni është këtu dhe çfarë perle është këtu në Patok. Dhe Patok është gjëja më e bukur në botë. Edhe sidomos në këto lokale të Patokut të i marrësh gjitha me rrallë pa përjashtim është super vend. Edhe konkurrojmë me çmimet dhe gjitha dhe Patoku ka çmimet më të lira në zonën e Shqipërisë, po të ulesh me hëngrën Patok do kënash edhe me nga çmimet dhe nga gatimet, janë gatime më të veçanta dhe më të bukura në botë. Edhe do kënash janë gatime të veçanta që janë të Patokut, janë tradicionale dhe pa lëviz fare. Laguna e Patokut mbetet një nga destinacionet më të bukura për ata që duan të eksplorojnë një vend të veçantë dhe të shijojnë harmoninë mes natyrës dhe traditës shqiptare.